Forca, ja. Sa mirë që nuk jam unë. Urim me mbikëqyrëse e përkohshme, Vali. Kam planifikuar gjëra fantastike për punëtorët, të hënat e zgjuara, të martat me ushqim, të mërkurat me petulla, të premtet me patate. Çfarë tjetër, yoga? Asundas agenda ime nuk është e ndryshueshme. Po, le ta dëgjojmë për Valin. Sa shumë për ëndrrën time modeste për të qenë mbikëqyrës i përkohshëm. Do të flak të vetë me një gjë që kam dashur ndonjëherë në jetën time pa vlerë. Bukur. Nuk mundem as të flak ëndrat e mia në mënyrën e duhur. Në një farë mënyrë shkon pa kundër gjykimit tim të mirë, por më vjen keq për të. Po, mami, e mban mend që gjithmonë më thoja që ëndrat mund të bëhen realitet. Po. Sot mësova që nuk mund të bëhen. Jo, mos qaj, mami. Bëra më të mirën time. E bëra. Do të qaj për të ty ne. Fritz. Me sa duket pas ka bërë një ups. Mbikëqyrësi i përkohshëm është Dunkani. Fatet kanë zgjedhur. Zotëri nuk ka një mundësi të krahasojmë aftësitë tua të fuqishme menaxheriale, por do të bëjmë më të mirën time për t'ju bërë krenar, zotëri, dhe të mbikëqyrë skuadrën. Pra po ju them, miru pafshim, dhe ndërkohë që unë jam, pres nga ju që të më mbani gjallë shpirtin bashkëpunues të mekanikëve. Bashkëpunimi është emrimi i mesit, zotëri. Duncan Bashkëpunim Anderson. Tani merri me vete një pjesë frikshme dhe bëj kujtime. Po më bëhen gishtat me rën. Kalofsh bukur. Kënaqu. Shihemi, është 2 javë. Udhëtim të mbar. Mirë. Me sa duket jam unë mbikëqyrës si tani. I përkohshëm. Mbikëqyrës. Për një kohë të shkurtër. Mbikëqyrës. Dhe kjo do thotë që të gjithë duhet të bëjnë ato që them unë. Kush është në duart e kujt, djalosh kolegji? Shtrydhje. Shpresoj që të kesh bërë gjën e dur. Vini re. Tani po ju prezantoj me mbikëqyrësin Duncan P. Anderson. Ura! E dashur mami, kam ardhur deri në gjysmë. Dhe tani komandoj një fuqi punëtore të aftë. Ma lexo këtë pjesën e fundit? Unë mendoj se e kuptova. Lexoje prap. Duncan, Me entuziazëm. e dashur mami. Drejt zyrës time të mbikëqyrjes dhe bëje shpejt këtë gjë. Çop. Nuk është mjaftueshëm mirë, Roto, nuk është mjaftueshëm mirë. E po ndoshta hera e 5 do të jetë më gjepsëse. Djalosh kolegji këtu lart, djalosh kolegji aty poshtë, djalosh kolegji, hapi syt, djalosh kolegji këtu, djalosh kolegji atje tutje, djalosh kolegji